Dakord me tezën që theje ti për këtë... Ato mund të ashtuin sa dum, po ndërkohë prokuroria e posaçme nuk ka si pengesë ligjore që me veprime proaktive të vazhdoj hetimin. Me përgjime mentale, unë po them që kryeministri po bën gjithçka që të bllokojë publikimin e këtij vendimi. Ka problem ajo fare për prokuror. Po si s'ka problem, ka problem. Prokurori vazhdon të çon APG-n hetusën e BK-s, bëj ambientet e hapura APG. Po këtë nuk e ka penguar procesi në gjykatë kushtetuese. Unë po them tjetër gjë. Spakut mos ju s'po them për punën e Spakut edhe herë, unë po them për afatet. Aulon, pra po them tjetër gjë. Pjesës procedurale, ti the që sipas vendimit të gjykatës kushtetuese 4/4 skemi vendimare, ngel vendimi Arion Çelës fuqi. Po pra, vendimi i Çelës është pezullim nga detyra, mos dalë jashtë shtetit. Ndërkohë, prokurori, zotëria, Dritan Prençi, unë jam përdita ty e di. Dritan Prençi vazhdon të çunë hetusë të BK-s. Ti Ribelinës Balluku ke garazhi, ke zyra, ke shtëpia, ke makina, vazhdoj hetimin. Po flasim për publikun edhe i ngatrojmë njerëzit. Du ngelet gjë në fuqi sepse masa është kërkuar zvendësimi i masës dhe do ketë një procedurë në parlament dhe pastaj ndodh ajo, nuk dhe gjykata e ka vendosur, e ka pranuar tashmë. Zotëria që ka kërkon apel, por ka shtytur procedura parlamentare. Ankimin e zonjës, Ardian Kaliesh avokati, ka thonë unë pjesën e dalës së shtetit po marr vendim, kurse për sa i përket pezullimit nuk mund shprem, po shpreh kushtetuese. Po ka djerë që ta sqaroj se u bë lëmsh. Gel fuqi pezullimi. Aurora, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk merr fuqi pa u publikuar në fletorën zyrtare. Pra për kjo është moment i rëndësishëm. Kush po e bllokon këtë proces? Kryeministri, sepse ne kemi një vendimarrje kundër kryeministrit. Pra, zonja tani që flasim është zëvendës kryeministre. Qartë, vetëm kur të votojë fletora zyrtare bëhet pezullim. Qartë. Por mund të jetë argumenti që është fundjavë dhe mund publikohet të hënë. Unë po them çka ka ndodhur deri aktualisht. Ndërkaq, Aulon, the që Belinda Balluku ka njerëz në qeveri, ka njerëz në grupin parlamentar. Çfarë ndodh tani? Edhe sikur ta shpërsohet masa, pra marrim skenarin tjetër. Duke sigur Shiko. Mekanizmi vijon. Domethënë se tani po flasim politikisht. Po politikisht po. Po pra, zoti Rama ndodhet midis dy zjarreve, edhe në raport me zonjën Belinda Balluku me mënyrën se si ajo ka funksionuar, shiko, nuk Belinda Balluku është projekt politik, nuk mund merret dot si ministre e radhës që u arrestoi Ilir Beqa ose u arrestoi Alçi Bllako. Është peshë e rëndë. Madje mund ka habit, domethënë që është shumë herë më lart se Erion Veliaj në raport me pushtetin që ka tani në mazhorancë dhe lidhjet që ajo ka dhe mënyrën se si e ka faktu bashkëpunimin me zotin Rama. Se këtu është krejt problemi. Pra, pyetja ekzistenciale. Paktën me ato që zonin tregonte që patjetër. Pyetja ekzistenciale është si ka mundësi që zoti Rama për këta të tjerët i lëshoi direkt dhe për këtë po e mban këtë telefon. Po pra, unë e gjykoj pak më ndryshe, sepse zonja Balluku ka pasur një metodologji në punën e saj. Edhe në përgjime ajo del shumë qartë, domethënë se si ka funksionuar. Pra ajo ka prova shumë të forta kundër Ramës. Prandaj zoti Rama është munduar të ndaj pushtet me të, duke i dhënë ministra në kabinet qeveritar. Po patjetër që ka frikë se mendoni ju që do ta mbaj si kosto Rama do ta kishte dorëzuar zonjë që në krye të herës, do t'i thonte jep dorëheqjen në momentin që ajo s'do pranonte, siç ndodh në Europën Perëndimore, do elshonte. Fakt ajo ai po e mban me zotin Ahmetaj që tha po kisha un prokuror dia çka kisha bër. Patjetër pra, kështu që ai po e mban, shiko, ku qëndron Rama tani në gjykimin tim. Nga njëra anë ka zotin Veliaj, i cili sigurisht që është përbetu nga burgu që do të shkrijë pasurinë e vet për ta goditë të tjerë, kishin plas fishek zjarre te burgu Durrësit. I pat apo jo? Këtu ka njerëz aktiv, cilët brenda mbajnë fishek zjarre ata? Jo, ka njerëz jashtë, domethënë, edhe në njësinë 1 në Tiranë janë rraf mbështetësit e Ballukut me mbështetësit e Veliajt në zgjedhje. Janë fakte tani, janë publikuar në media. Tani kemi zotin Veliaj. Shoku më i ngushtë ishte në tualet, domethënë më i besuar i zotit Veliaj kur votoi. Po pra, si ka mundësi që. Po pra, tani ça mendojnë që ta mbyll. Domethënë, nga njëra anë kemi gropën që ka hap Veliaj në Partisë Socialiste dhe nga ana tjetër kemi zonjën Balluku, e cila ka një fluks njerëzish brenda Partisë Socialiste. Sidomos në qarkun e Fierit, ku deputetët janë zgjedhur pikërisht nga ajo.
kemi Cenoklosin, njerëz tjerë cilët janë të prodhuar nga ajo, kemi ministrin e financave tani, apo edhe njerëz tjerë që ajo ka në qeveri. Prandaj, ky është një moment shumë delikat për Partinë Socialiste dhe për zotin Rama, i cili është midis dy zjarreve. Nga njëra anë ka presionin ndërkombëtar, sepse dështon reforma në drejtësi nëse nuk goditet balluku. Po, Bruxelles e kanë kërkuar. E kanë kërkuar, po për çfarë kanë kërkuar? Duket qartë ajo. Biles unë gjykoj që javës tjetër ne do kemi deklaratat qarta nga Brukseli që do t'i kërkojnë Ramës llogari në raport me çështjen e Belinda Ballukut. Ndihet presioni ndërkombëtar vajtja e Ramës në Bruksel? Lidhet me këtë gjë? Patjetër që këtu presioni ndërkombëtar është evident në shumë çështje, jo vetëm në këtë rast që është një çështje shumë më e rëndësishme dhe për mbarvajtjen e vet reformës në drejtësi, se nuk po flasim thjesht dhe vetëm për një ministre, po flasim për një kazus juridik që përfshinte, siç e tham, gjithë elementet dhe prekte gjithë elementet e shtetit të së drejtës. Pra, këtu kishim rastin të shikonim shpalosin dhe funksionimin e parimit të rëndësishëm kushtetutës, që është check and balance dhe ruajtja e kufive midis pushteteve. Dhe të ishte sqaruar sa më mirë, ishte rasti për ta treguar, pra. Ndërkohë, u mbyll 4-4, por u rrëzua kërkesa, patëm, pra, me mos vendim, patëm një vendim. Patëm një vendim, por sa i takon faktit që luajnë rolin ndërkombëtarët në mënyrë se si shkojnë gjërat në Shqipëri, patjetër që luajnë dhe aq më tepër që ne jemi në një proces integrimi ku reforma në drejtësi është një nga ato kuajt e betejës mazhorancës dhe një nga elementet më të rëndësishëm të kërkuar dhe të monitoruar në mënyrë të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian, po jo vetëm, nga partnerët e tjerë, si Shtetet e Bashkuara e kështu me radhë, Britania e Madhe po doni ju e kështu me radhë. Pra, është një element kyç i demokracisë, por nga ana tjetër, nëse s'pak do ngelet ky yshulli i vetmuar, betejë politike e reformës drejtësi atëherë rrezikojnë që të humbet, sepse ne po shikojmë që pjesa tjetër e reformës nuk është atje ku duhet jetë. Pra, mënyra se si sot jepet drejtësia në gjykatat shqiptare, se si funksionon. Po jo vetëm shtimi i numrit të dosje, po është një anë ose dakord, mund të ketë flukse që u zgjidh gjykatën e lartë, për shembull, ishte një rast, ishte një flukse shumë të mbartur dhe u gjet zgjidhja. Nuk është çështja vetëm se ne kapim vetëm kjo ashtu dosjet. Ka një problem. Po patjetër që ka, po shiko, po jam shumë dakord sepse është domethënë e përgjithshme kjo, që gjithmonë ne këtë kapim sepse ajo të prek drejt për drejt. Vonon drejtësia vonuar, drejtësia mohuar. Por gjendet zgjidhja, e gjetëm në gjykatë lartë dhe po funksionon normalisht tani gjykatë e lartë. Dhe aty gjendet. Problemi është te cilësia e dhënies drejtësisë. Sa është përmirësuar nga reforma në drejtësi në këto vite të reformës dhe sot që po flasim dhe po të bëjmë krahasim me para si ishte gjendja dhe sot që po flasim. A është më mirë drejtësia në Shqipëri? Apo është më keq? Kjo është pyetja. Alban, ka një çastje të re të qeverisë në raport me drejtësinë, duke marrë parasysh të gjitha gjërat, edhe rastin Balluku, edhe debatin për pagat e gjyqtarëve që dua të pyes në fund. Pra, sheh që ka një çastje të re, një kthim, le të themi, të pozicionit dhe qëndrimit ndaj drejtësisë së re? Po, zoti Rama, duke filluar nga data 10 shkurt e vitit 2025, filloi një qasje tjetër me gjyqësorin dhe me reformën, dhe konkretisht edhe me prokurorinë e posaçme, me gjykatën e posaçme, ku deri dje ai distancoi dhe thoshte drejtësia le të bëj punën e saj, ne bëjmë punën tonë. Ne ndaj e bëm reformën drejtësi që mos u ndërhyjmë tek drejtësia, ndërkohë që pas arrestimit të kryebashkiakut Veliej, zoti Rama me atë miting që bëri në sheshin Skënderbej, tregoi që filloi një kthes tjetër, pavarësisht se filloi me zotin Veliej, pastaj të tërhiqej nga ai diskurs publik. Më pas kemi pasur edhe konferenca për shtyp, sidomos pas zgjedhjeve, ku ai filloi që mos të vinë ndonjëri të guxojë të marrë telefonin. Po vendoset një republikë prokurorësh, filloi një diskurs tjetër me komisionin e nisur në fund të legislaturës së fundit, pra në vitin 2024-2025 me komisionin Xhafa, që ky është një komision që i mbivendoset reformës apo paketës së ndryshimeve ligjore për reformën drejtësi, që u kundërshtua shumë nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra këto kanë qenë tentativa që zoti Rama, edhe pse nuk i ka bërë këto në publik, por i ka bërë me nisma
ligjore, duke ngritur një komision dhe duke paguar ca ekspert, pra edhe emra, profesorë, cilët i merr, i angazhon dhe në fund fare dalin me gjërat cilat bien në kundërshtim dhe me ato të cilat janë ndërmarrë në kohën kur bërë reforma në drejtësi, këto tregojnë ndryshimin e mendimit të zotit Rama në raport me drejtësinë. Pastaj kemi edhe pas zgjedhjeve në kohën e verës apo dhe në vjesh, kur disa gjyqtarë të gjykatës administrative të Tiranë ka dhënë vendimarrje të masës së përkohshme apo pezullimit për prishjen e ndërtimeve të palishme, dhe zoti Rama dilte dhe intimidonte gjyqtarët me figurë, pra fotot i gjende në internet, fotot kur ata kishin dalë, sepse ka aty një faqe që çdo gjyqtar kur merr betimin edhe kur merr emërimin normalisht i del fotoja, duke intimiduar gjyqtarët për vendimarrje, që shumë nga ata